dashke semaforti aty te shtëpia jote, dashke ti një polic aty, po më fale zotri, për çfarë pagoj taksat unë tani? Nuk zgjidhet në këtë lloj forme, o njerëz. Sepse e kam parë këtë reagimin dhe në rastin e Durrësit, pra se në rrjetet sociale kemi shpërthim, ne bëjmë se hir, e kupton 2-3 ditë harrohet, kjo si u harrua pallati, u doq pallati, flet njëri më për pallatin, as i kërcet fare me, as i bie ndërmend, madje po ti dalin e ngjej jep skip. E njëjta gjë do ndodhi edhe në këtë rast, pas 2-3 ditësh do harrohet kjo. Madje kishte nga ata shpend se me këta e kam dhe këtu do e ndalun diskutimin e sotshëm, që më thoshin dashke semaforti aty te shtëpia jote, dashke ti një polic aty, po më fale zotri, për çfarë pagoj taksat unë tani? Se janë ore ignorant, më burrore të heqin trurin në shpend. Tani unë ç'a duhet të them unë aty? Mirë bëjnë këta që hecin. Se kishte edhe disa që vinin më thoshin hecni te vizat ju tërpordh aty, e kupton avash avash. Po më fal, si të hecin te vizat valla me fëmijët prej dore? Ati mësoj sprintin, t'ja fusim shtiz, se nuk pret kjo zonja apo ky zotëria në makinë. Thua ti se këta që komentojnë, këta nuk hecin kem. Këta hecin vetëm makinë, këta kanë lindur makinë, këta shkojnë në dyqan me makinë, pinë kafe me makinë, dalin xhiro me makinë. Ignorancë burr. Ignorancë totale. Këta nuk e din rregullorën që nëse hyn këmba e këmsorit e viza e bardhë, ti zotri do ndalosh, ka prioritet këmsori. Sepse kështu i kemi në semaforët. Duam apo nuk duam. Pra, këtë drejt edhe ti edhe makina, po prioritet ka këmsori. Flas për ata që kanë bërë patentën, nuk po flas për ata që kanë blerëse. Këtu po ti bësh vetin kësaj, mos them 80%, 90% e kanë blerë patentën. Flasim realitetin tani e shpend.